Tringa, çka nuk të pëlqen në Kosovë? Nuk më pëlqen që jemi shumë mendje ngushtë si popull, A mendon që jemi edhe paragjykues? shumë paragjykues. Edhe patriarkal, je kemi pak mentalitetin. Cili është dijemi më i çuditshëm që e ke marrë ndonjëherë? Sot e po tani djem t'il, një person më kërkoi me promovu shërbimet që i ofron ai në rrjetet sociale, sepse mendon që jam një influencere. A ke bërë ndonjëherë ndonjë bashkëpunim vetëm sepse personi ishte simpatik ose simpatike? Po kam bo. Personi në këtë rast ka qenë përfaqësuesi i ndonjë brendit. Postimet e tuaj janë kaq perfekte, a ke ndonjë draft që do të na shokonte po ta shihnin? Po, Si për shembull? A është diçka shumë e egzagerume? po. Okej. Cili është mëkati yt më i madh online? Shpesh jam shumë vokale për paknatësi që i përjetojnë qytet, ndoshta çaj është mëkati më i madh në rrjetet sociale. Çka të pëlqen edhe çka nuk të pëlqen në Prishtinë? Prishtina më pëlqen në përgjithësi se ka shumë gjallëni, ka shumë rini, po edhe nuk më pëlqen që ka fillu me u bloku rinia me disa ndalesa ose blokadat shumëta që po Si ndodhin. për shembull? Për shembull, jeta e natës që po na bllokohet në orë të caktuara shumë të hershme. A mendon që duhet me u zot jeta e natës pra? Pa Deri në tjetër. orët e hershme të mëngjesit? Patjetër. A mendon që si tri kosovar shpenzojmë shumë? Në përgjithësi, jo. Qysh është një 24 orësh i yti? Kohëve të fundit shumë aktiv për shkak të angazhimit politik, po përndryshe 24 orëshin e kaloj shumë qetë, qona në mëngjes, pi kafe, dal me qenin, mas nej punoj pak prej shtëpis, mas nej dal me shoqni, takona, ndoshta kom ndonjë takim pune, përgjithësi shumicën e kohës e kaloj të punu prej shtëpisë edhe me qenin. Sa shpenzon barabartësisht gjatë një 24 orëshi? Nëse jena në fillim të muajit, shumë ma shumë, ka fundi muajit shpenzimet bin Ma pak. dukshëm. Në çka shpenzon më shumë ti? Ushqim, rroba, Kujdesin e lëkurës. kujdes lëkurës. Okej. So mendon barabartësisht se do të ishte një pagë ideale për të jetuar mirë në Kosovë? 1.500 euro. A ke bërë ndonjëherë ndonjë postim thjesht për ta bërë xheloz dikë? Po. Kur ka ndodhur kjo? Ndoshta brenda një vitit fundit. A ke bërë ndonjëherë ndonjë postim si fake për ta bërë dikë? Jo. Jo, nuk kam asnjë profil fake. Nëse do t'i jepte dikush 1 milion euro dhe të thoshte të hiqje dorë nga interneti për një vit, a do e bëje? Po. Gjeje dikon që më jap 1 milion euro me një herë për heqje internetin. Çka nuk pëlqen tek vajzat kosovare? Nuk më pëlqen që qesin shumë make-up. Diçka tjetër? A mendon që xhelozojnë njëra tjetrën? Nuk e di, mendoj që xhelozia është personale ose individuale. A ke vërejt ti që të ka xhelozu dikush ndër vitet ty? Nuk e kaloj kohën të mendu për si sene. A mendon veten si seksi apo si shumë seksi? Kur ushtroj dokna shumë seksi, kur nuk ushtroj jam okay. Prej 1 deri në 10 sa mendon që je e bukur pra? 9.9. Okej. Çka i thu vetes kur je para pasqyrës? Të dua, je ma e bukur në botë. Në sytë e tu si ishe me shkut kosovar? Patriarkal. Diçka tjetër? Kërgjo. Okej. A do ta merr një partner që vjen nga fshati dhe mirët me bujqësi? Po, patjetër, bujqësia është shumë trend, sidomos tash biznesi suburban ose bujqësia suburbane është në trend në krejt botën. A do të jetoje me prindrit e tij? Pse jo, jetoj edhe me të mitë. Okej. Karakteristikat për partnerin tënd, çka do të ketë e çka jo? Tiparet fizike apo karakteristike? Përgjithësi. Mendoj që një partner i mirë për mu kish qenë dikush që ka mentalitet I can do this, edhe është
person që këshyr me i zgjidh, ose me gjetë zgjidhje, është punëtor, edhe kish qenë mirë edhe me qenë i shkollum. I gjatë me mjekë, rrotullat. Pak ma i gjatë se one duhet, se është ajo teoria Adami me Evën, femna duhet me qenë ma e shkur deri te briti e moshkullit. Tullat, nuk e di, s'kam kërkesa specifike, veç më pëlqejnë meshkuj që i kanë durët e buta. A e fol tratin? Jo, Në asnjë formë. hiq. Sa shumë e editon një foto për Instagram? Varësisht prej fotos, ka njëherë editoj pak ma shumë, ka njëherë pak ma pak, po kryesisht ma pak, mundona ma pak. Çka mendon kur e poston një TikTok? Mendoj që nëse e sheh dikush qatë TikTok, ka me pas një ndjenjë të mirë masi që e këqyr. Sa shpesh i refuzon meshkujt dhe për çfarë arsye? Kryesisht i refuzoj meshkujt Përveç janë patriarkal. në daljet e mramjeve, se zakonisht meshkujt që t'afrohen mramje janë edhe pak të alkoolizuar dhe nuk besoj që janë shumë sinqert. Çka do të thotë për ty definicioni dashuri? Ati ta shpjegoj me kimi, prodhimi i oksitocinës, serotoninës, kur bashkohen, është një farë ndjenje çuditshme që të bën ato flutura të mbark, ja nis me mendu për qatë person, çajo është dashuria. Çka nëse nuk bëhesh asambleiste dhe çka nëse bëhesh? Nëse bona, gëzona shumë, nëse s'bona, s'po kam qef me mendu. Po edhe nëse jo, jeta vazhdon, normal, unë prap i kam ato idetë e mia edhe mendimet e mia që besoj që do të luftoj me i shty tutje, me i shty para, edhe me gjetë bashkëpunim në mënyra të drejta. Po nëse nuk bëhesh, ke me vazhdu me u fut thellë në politikë. Jo veç në politikë, po në qato kauza që unë mendoj që kom dasht me i shty si asambleiste. Por nëse bëhesh 2-3 pika në cilat kemu fokusu ma shumë? Më e para është barazia gjinore, e dyta është trajtimi i mirë i kafshëve ndacake, edhe treta është transparenca edhe komunikimi në institucionet publike. Ku mendon që shkon një mendim që harrohet? Dina, ku shkojnë qërapa që hupin në maqin teshave, që aty më duket shkojnë. Okej. Hera fund kur ke puthur? Sot, mëngjes, e kom pu qenin,